nga Evropa. Në matematik, kontributi islam ishte vendimtar. El Havarizmi, një nga dietarët më të mëdhenj musliman, hodhi themelet e algjebrës, një degë thelbësore e matematikës moderne. Vetë fjala algebër rrjedh nga titulli i veprës së tij. Gjithashtu, sistemi dhjetor dhe përdorimi i numrit 0 u përhapën në Evropë përmes dietarëve musliman, duke revolucionarizuar llogaritjet dhe shkencat eksakte. Në mjekësi muslimanë ndërtuan spitale të avancuara bamirësie dhe që kujdeseshin për njerëzit duke i hospitalizuar ata, ku pacientët trajtoheshin falas me metoda të organizuara dhe etike. Ibn Sina ose Avicena me veprën e tij El Kanun fi Tib, kanuni i mjekësisë, vendosi standarde mjekësore që u përdoren në universitetet evropiane për disa shekujve. Ai trajtoi smundjet në mënyrë shkencore, duke kombinuar vëzhgimin klinik me arsyetimin logjik. Edhe në astronomi, edhe fizik, dietarët musliman dhanë kontribute të jashtëzakonshme. El Biruni llogariti me saktësi rrezën e tokës, ndërsa Ibn el-Haytham konsiderohet babai i optikës moderne. Ai ishte ndër të parët që përdori eksperimentin sistematik për të vërtetuar teoritë shkencore, duke hedhur bazat e metodës eksperimentale bashkëkohore. Shkenca islame ndikoi drejt për drejt në rilindjen evropiane. Universitetet e para në Evropë u frymëzuan nga modeli